Në gjykatën e Fierit po zhvillohet seanca për 6 arrestuarit e operacionit policor XUX për goditjen e skemave piramidale online. Arber Çela, Emanuel Taullau, Flavio Mukaj, Mario Skodra, Brunilda Todi dhe Brunilda Ndini kanë dalë para trupës gjykuese si personat që kanë patur rol kyç në vjedhjen e qytetarëve dhe mbi ta rëndojnë veprat penale, skema mashtruese piramidale dhe mashtrim kompjuterik. E gjithë skema ishte organizuar në lokalin La Bonta në Lushnjë, ndërkohë që besohet se në Kurth kanë rënë qindra persona. Referuar dosjes, agent të policisë të infiltruar kanë rënë në kontakt me Ereledio Shebeku, i shpallur në kërkim bashkë me bashkëshorten, i cili kishte një tjetër grup në Telegram për platformën XUX. 35 vjeçari kishte lidhje me një shtetas anglez të quajtur Leo Smith, i cili u dërgonte linqe të ndryshme në grupin privat dhe qytetarët duhet të pëlqenin faqet në mënyrë që të rritej përfitimi i tyre. Agentët e infiltruar kishin kontaktuar kamarerin e lokalit La Bonta, Emanuel Taulaun, i cili i lidhi me pronarin Arber Çela. Ishte pikërisht Çela i që ju shpjegoi policëve se minimumi për të futur në lojë ishte 1.000 euro ose dollar. Lekët kalonin nga aplikacione të ndryshme deri në bankat e nivelit të dytë, ku përfituesit mund të tërhiqnin fitimet. Pjesë e kësaj skeme janë bërë edhe zyrtar të Bashkisë së Divjakës.